Gati, Okej. Mirë se keni ardhur në Ridibet, në edicionin 9 të kampionatit kombëtar të debatit, I cili zbatohet nga organizata Liburnetik me mbështetjen e Agjencisë Kombëtare të Rinisë dhe AMSHC, të cilat gjej rastin t'i falenderoj, që janë pjesë e edicionit të 9. Kur flasim për 9 edicione, kemi të bëjmë me një nga projektet më afatgjata që ne kemi, por besoj edhe një nga projektet më afatgjata që shoqëria civile ka, duke qenë se jemi një nga organizatat që kemi përqafuar që në fillim zhvillimin e mendimit kritik dhe duam që ta vazhdojmë dhe prandaj jo më kot quhet Ridibet. Çdo vit ne ribëjmë debat, sjellim tema të reja padyshim, por sjellim edhe të rinj, sepse ju jeni fytyrat e reja, ju jeni ardhmja e këtij vendi dhe ne duam që t'ju edukojmë dhe t'ju orientojmë në mënyrën më të mirë edhe më të duhur. Pastaj është zgjedhja e gjithë secilit që ta zbatojë apo jo. Në këtë debat të tretë apo të katërt të kësaj dite, e cila ka filluar me debatin e Sami Frashëri me Sinata Faj, ndjes e humbas dhe ndonjëherë numërimin. Kemi të bëjmë me fazën rajonale, kemi të bëjmë me debatet e Tiranës, nuk kemi të bëjmë me të eliminuar, do të kemi një pikëzim I cili do të rankoj pastaj të 16 skuadrat më të mira të këtij edicioni. Dua t'jap mirëseardhjen shkollës Mysrim Keta, e cila rikthehet mbas 2 edicionesh mungesë, një duar tërkitje për skuadra. Dhe padyshim edhe shkollës Petronini Luarasi, e cila është pjesë e vazhdueshme e këtij kampionati dhe ka fituar dhe një nga edicionet. Apo jo? Po. Uroj ta fitoni përsëri, pse jo? Mirë, eksperienca ka treguar që rezultatet ndryshojnë, rezultatet bën edhe më të papritura, ndaj edhe ne duam të surprizohemi në çdo takim. Kemi ndjekur një debat shumë të mirë atë para këtij debati, uroj që të kemi të njëjtën ndjesi dhe atmosferë dhe energji pozitive. Dua t'ju prezantoj me jurin që do të bëj vlerësimin sot. Aldi Sheo është jurist në profesion, por një ish debatues I formatit ton, Ridibet, por edhe shumë formateve të ngjashme. Ka qenë pjesë e shkollës Harry Fultz. Nga ana tjetër kemi rikthimin e Glingjet Mallit, pjesë e Këshillit Bashkiak Bashkinë Tiranë, dhe Haroldin, pjesë e shoqërisë civile, edhe pjesë e skuadrës së gjykatës të vitit kaluar. Mirë se keni ardhur. Një duar tërkitje për ju. Meqense jemi te falenderimet, falenderoj stafin tim që bën të mundur ndjekjen time në çdo hap, por nga ana tjetër edhe mësuesit tuaj që ju kanë sjellë në këtë aktivitet dhe ju kanë përgatitur po aq me zell sikurse e kanë bërë çdo vit, kështu që falënderimit edhe duar tërkitje të blenda për ta. Dhe pa humbur kohë do të fillojmë debatin e parë, debatin e skuadrave, I cili do të trajtoj temën e agjendës së gjelbër si plan I domosdoshëm që kërkon zbatim të menjëhershëm. Ajo çfarë do të ndajmë tani është pikërisht I qëndrimit që do të mbajnë dy skuadra, kështu që do të ftoj Mysrim Ketën për të bërë përzgjedhjen te globi I vogël. Sara me H. Dhe Frenki pa L. Pro, do t'jetë Mysrim Keta. Po, patjetër. Kundër do t'jetë Petronini Luarasi në këtë debat të parë të skuadrave. Ku e ritheksoj se cili nga ju do të ketë të drejtën e fjalës, 1 minutë maksimalisht, pasi të keni bërë edhe përgatitjet. Mund të lëvizni nga vendi juaj nëse do të dëshironi, kundër, po, faleminderit Frenki. Dhe nga ana tjetër, ju uroj shumë suksese dhe përgatituni sa më mirë. Nga ky moment keni 7 minuta kohë përgatitur.
konkret me Symketa, do të pasohet pastaj nga Petronini. Përsa i takon temës Agjenda e gjelbër, plani domosdoshëm që kërkon zbatim të menjëhershëm, nga 1 minutë për secilin. Mund të filloni. Jo, atë di ti se si do ta bësh. Jo mua. Okej, nga ky moment mund të fillon. Agjenda e gjelbër, për mendimin e grupit ton, është jo vetëm një politik mjedisore, është më tepër se sa kaq, dhe ne jemi pikërisht pro zbatimit të menjëhershëm të saj për të vetmen arsye ndotja mjedisore, kryesisht ndotja e ajrit. Sipas nesh, ndotja mjedisore është më tepër se sa një krizë mjedisore, është krizë shëndetësore. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, raportohen mbi 4.2 milion vdekje të parakoshme përmes ndotjes së ajrit. Në ajër gjenden grimca PM2.5, të cilat janë grimca të dëmshme, që ndikojnë drejt në sëmundje kardiovaskulare dhe respiratore, gjithashtu çojnë edhe goditje në tru, ndërsa sipas Agjencisë Evropiane të Mjedisit, raportohen mbi 300.000 vdekje në vit të parakoshme pikërisht prej ndotjes së ajrit. Agjenda përfshin uljen e ndotjes së ajrit pikërisht përmes përdorimit të eficiencës energjetike, energjisë së pastër apo uljes së ndotjes përmes transportit publik e të tjerë. Dhe kjo në momentin që do të ndodhi agjenda e gjelbër, pra do të ketë Përshëndetje të gjithëve, unë jam Tia Kukaviqi dhe sot do të mbrojmë anën kundër të këtij debati. Është shumë e vërtetë që toka është vendi ku ne jetojmë, por ne asnjëherë nuk duhet të nxitojmë në marrjen e një vendimi që mund të ketë pasoja shumë afatgjata. Për shembull, kjo mund të ndikojë në punën e njerëzve, në mënyrën e tyre të jetesës. Mund të marrë dhe një shembull që është një person i cili mund të punojë në minier dhe për shkak të kësaj agjende të gjelbër, ai mund të humbas ditën dhe mund të humbas punën e tij përgjithmonë. Pra, toka ne e dim që është zemra e madhe që rre në këmbët tona. E dim që është fryma që mbush mushkrit tona. Dhe e dim që është ajo dritë agimi që shkëlqen dhe na thot ne se jeta duhet vazhdoj. Por ne asnjëherë nuk duhet të harrojmë dhe vetë qenien ton, njeriu. Dhe këtu më kujtohet dhe një shprehje shumë e bukur e Friedrich Nietzsche që thot: asnjëherë nuk duhet të gjykojmë për bindshat, kur mund të jemi vetë ne ato për bindsha të cilat mund të gabojmë në vendime të nxituara. Faleminderit.
E falenderoj parafolcen, sigurisht që mendimi i saj ka vlerë, por më duhet ta kundërshtoj. Duke qenë se toka është vendi ku ne jetojmë, duhet të marrim parasysh që adaptimi ndaj ndryshimeve klimatike që po ndodhin kohët e fundit ka zgjat për shumë kohë dhe ndaj zbatimi i agjendës së gjelbër duhet të nisë menjëherë. Zbatimi menjëhershëm i agjendës së gjelbër konsiston në nevojën për të përshtatur me ndryshimet klimatike, që do të thotë ndryshimet klimatike kohët e fundit po shkaktojnë fenomene ekstreme si përmbytjet, thatësirat, si dhe val të forta të nxehtit. Duke qenë se këto kërkojnë shumë kohë, pra ne të përshtatemi me ndryshimet klimatike që po ndodhin, me ndryshimin e infrastrukturës, me përmirësimin e për të parandaluar përmbytjet, me përmirësimin e ujitjeve dhe shumë të tjerave, kjo kërkon shumë kohë dhe ndaj zbatimi i agjendës së gjelbër duhet të filloj menjëherë. Gjithashtu Unë jam Tristan Osmani, të falemderoj për argumentin tënd, por më duhet të them se bie ndesh. Ndërsa ju e shikoni agjendën e gjelbër si një domosdoshmëri urgjente, ne duhet të bëjmë një pyetje shumë të thjeshtë. A është ky prioriteti më i arsyeshëm për vendin në këto moment? Së pari, Shqipëria, të jemi realist, nuk është një ndotëse e madhe në botë. Ndikimi i saj në emetimet e karbonit është më pak se 0.02%. Kjo do të thotë që edhe nëse ndotja do kishte një reduktim të madh, prap ndikimi i saj në nivel global do të ishte shumë i vogël. Së dyti, zbatimi i kësaj agjende kërkon investime shumë të mëdha, por Shqipëria si një shtet në ekonomi duke u zhvilluar, këto burime financiare mund t'i çojnë në sektor të tjerë jetik që realisht kanë shumë mangësi në shoqërinë shqiptare, siç janë arsimimi, shëndetësia apo edhe infrastruktura. Pra, a është e mençur që një ekonomi e vogël të përballojë një kosto kaq të madhe për një ndikim kaq të vogël? Faleminderit. Falenderoj parafolsin për argumenti që dha, por duhet ta kundërshtoj pasi Shqipëria, vendi ynë i vogël dhe me burime të vogla, duhet një zhvillim i menjëhershëm. Pavarësisht gjithë buxheteve që ne kemi ose fitimeve që ne kemi, duhet një zhvillim në të gjitha infrastrukturat dhe të gjitha vendet. Komisioni Evropian thotë që ne harxojmë 40% e energjetikës vetëm për mbetjet. Qofse Shqipëria do të vazhdojë me këtë ritëm, pa zhvillim dhe pa një agjendë të re, ne do të ngelemi në vend, siç kemi ngelur vitet e fundit. Dhe duhet parashtrojmë dhe një pyetje. A mendoni se do të vijojë Shqipëria në zhvillim 10 vite të ardhshme pa e futur agjendën e gjelbër? Përshëndetje, unë jam Katrina Hyka dhe do mbaja në kundër të këtij debati. Faleminderit për argumentin tuaj, por më duhet të vëj në dukje që ai funksionon më mirë në teori sa në praktik, se nuk merr parasysh gjendjen ekonomike të vendit tonë. Ndonse agjenda e gjelbër mund të sjellë përfundime të mira, pasojat ekonomike dhe shoqërore që do ketë në Shqipëri janë të rënda. Sipas analizës së Bankës Qendrore Evropiane, zhvillimi i kësaj agjende kërkon shpenzime shumë të mëdha. Shqipëria është ende një vend në zhvillim dhe ekonomia jonë bazohet më së shumti në sektorin tradicional. Nëse ne zbatojmë një agjendë të tillë, kalimi i punëve të qytetarëve nga sektori tradicional në sektor më bashkëkohor do kërkojë shumë shpenzime. Çdo ndryshim i shndrueshëm ka nevojë për themele të forta. Neve nuk mund ta zbatojmë këtë ndryshim në një vend si Shqipëria i cili nuk i ka krijuar ende këto themele. Faleminderit. Falenderoj parafolsen për argumentin që dha, por duhet ta hedh poshtë. Modeli aktual i sistemit ekonomik merr prodho dhe hidh është i paqëndrueshëm dhe krijon shumë mbetje, duke dëmtuar mjedisin dhe duke humbur burimet e vlefshme. Agjenda e gjelbër propozon kalimin e një sistemi ekonomik qarkullues ku produktet dhe materialet përdoren sa më gjatë duke përdorur metodën 3R. Gjithashtu zbatimi më i hershëm i kësaj qasje sjell disa përfitime ekonomike, ku është reduktimi i mbetjeve, kursimi i burimeve dhe më e rëndësishme gjenerimi i një ekonomie të re, ku hapen biznese dhe vende pune të reja. Ideja kryesore është që mbetja të kthehet në burim vlere. Prandaj sa më shpejt të nisi ky transformim, aq më shpejt të përfiton ekonomia, mjedisi dhe më e rëndësishëm njerëzit vetë. Dhe si për ta mbyllur në fund, pse duhet të nëse zgjidhjet i kemi dhe rrezikun e dim, atëherë çdo vonesë nuk është kujdes, është zgjedhje për të dështuar. Përshëndetje, unë jam Desart Meço dhe ju falenderoj për argumentat tuaja. Doja të ndalesha pak pikërisht ajo që the ti tek zbatimi i menjëhershëm. Zbatimi i menjëhershëm i agjendës së gjelbër mbart një rrezik serioz dhe mund të çojë në krijimin e një rendi të ri global.
Aktualisht, 80% e energjisë botërore ende prodhohet nëpërmjet lëndëve fosile dhe një tranzicion i shpejt rrezikon të godasë drejt për së drejti rrjetin e furnizimit me energji për miliarda njerëz. Këtu mund të përmendim Europën gjatë vitit 2022, ku me rritjen e çmimeve patëm inflacion të lartë, protesta masive dhe tensione politike. Për më tepër, rreth 67% e kobaltit dhe një pjesë e madhe e materialeve kritike kontrollohen nga shumë pak vende, duke krijuar varësi të reja strategjike dhe potencial për përplasje gjeopolitike. Në këtë mënyrë, tranzicioni i nxituar zëvendëson një krizë me një krizë tjetër. Ndoshta ajo mund të jetë më paparashikueshme. Këtu lind një dilemë reale. Nga një anë kemi përpjekjet për të shpëtuar të ardhmen, por do të kemi parasysh, a do të shkatrojmë qëndrueshmërinë e së tashmes? Faleminderit. Falenderoj parafolsen për argumentin. Argumenti paraqitur ka vlerë, megjithatë janë disa pika të cilat duhen rishikuar. Agenda e gjelbër, siç e dim, na siguron ne mbrojtjen e ekosistemeve, restaurimin e natyrës dhe përdorimin e kujdesshëm të ujit dhe tokës. Kjo gjë sjell sigurinë ushqimore, restaurimin e mbrojtjeve të shërbimit të natyrës dhe stabilizimin e cikleve të ujit. Sipas të dhënave dhe statistikave që kanë nxjerrë organizata që merret me studimin e botës biodiversitetit dhe gjitha gjallësave në rang botëror, World Wide Fund, 85% e popullsisë së gjallësave në Amerikën Latine dhe në Karaibe ka rënë, gjithashtu edhe për sa i përket ekosistemeve që ndodhen në rangun e liçeneve dhe lumenjve në botë. Një nga rënjet më të mëdha që i ka ndodhur këtij ekosistemi. Çka do të thotë ky dëm është bërë kaq i madh sa restaurimi dhe rikuperimi bëhet i pakthyeshëm ose bëhet shumë i vështirë dhe shumë i shtrejtë. Që do thotë zbatimi i menjëhershëm është një domosdoshmëri që vjen për këtë proces i cili sapo vjen dhe po përshkallëzohet. Faleminderit. Unë jam Joel Gjela, e dëgjova me vëmendje argumentin tënd, por agenda e gjelbër është një plan i cili kërkon investime të mëdha në infrastrukturë, në pajisje të reja dhe në energji të rinovueshme. Ky ndryshim i menjëhershëm do të visë një bombë financiare për familjet të cilat nuk përballojnë dot rritjen e taksave. Një fakt ky i pashmangshëm duke llogaritur buxhetin prej 37 miliard eurosh të parashikuar nga BE-ja në 10 vitet e ardhshëm. Gjithashtu, shumë shtete kanë ekonomi në zhvillim dhe kanë të pamundur të shpenzojnë kaq shumë para kur vëmendja e tyre duhet shkojë det shëndetësisë, arsimit dhe zhvillimit ekonomik. Në rast se ky plan dështon, do të sjellë një rrënim ekonomik për këto shtete, ku pasojën e vuajnë qytetarët dhe jo shteti. Faleminderit. Përshëndetje, quhem Erika Abdyli, të falenderoj për argumentin tënd, por më duhet ta kundërshtoj. Kosta e mosveprimit është më e lartë se kosta që mund të harxhohet për të vepruar kundër pro agjendës së gjelbër. Do të shtoja, do të kthesha prapë tek statistika që tha shoqja ime më parë, 4.2 milion vdekje kanë ndodhur si pasojë ndotjes së ajrit. Kjo gjë ka ndodhur me një kur ne kemi arritur 55% ulje të gazrave të dëmshëm në atmosferë. 55% ulje edhe përsëri kemi 4.2 milion vdekje. Kjo nuk është një statistikë e kënaqshme, nuk është as pak. Deri në vitin 2030 pritet që temperaturat globale të rriten 2 gradë më shumë sesa në vitin 1980. Tani kalimi nga viti 1980 deri në vitin 2010 ishte 1.5%. Tani do kalojmë 0.5% përsëri deri direkt në vitin 2030. Kjo gjë është shumë e shpejtë. Dhe nëse nuk veprojmë tani më një herë, rritja do jetë akoma më e shpejtë dhe do jetë eksponenciale. Nuk është thjesht një gjë që është e lehtë, po ndodh avash avash. Do vi dhe do përshpejtohet gjithnjë më shumë. Duhet veprojmë tani. Përshëndetje, quhem Frenki Ismaili dhe dëgjova me vëmendje gjithë argumentat tuaj, por më duhet t'ju kundërshtoj. Agjenda e gjelbër, po, është vërtet diçka e domosdoshme. Por ajo ku bie ndesh me ju është tek pjesa e dytë e temës, që do një zbatim të menjëhershëm. Në parim është shumë gjë e bukur, në praktik a e bëjmë dot ne? Unë mendoj se jo, dhe nëse deri tani nuk ju kam bindur asnjë nga argumentat e ekipit tim, po ju jap një gjë tjetër, një shembull praktik. Polonia, një shtet në Europë, me popullsi shumë më të madhe se ne, dhe mjaft herë më i zhvilluar se ne, e provoi agjendën e gjelbër. Po ku jemi sot? Sot, sipas Agjencisë Europiane të Mjedisit, jemi statistika se 60% të energjisë që përdor Polonia vjen nga burimet të paripërtëritshme, sidomos nga karboni. Madje Polonia është një nga vendet me emetimet më të larta të dioksidit karbonit në Bashkimin Evropian. Me që folët dhe për Kosovë, po ju them diçka tjetër. OKB-ja ka thënë se deri në vitin 2030 që përmendët ju, duhen 4.5 trilion dollar në botë për vit që ne të implementojmë agjendën e gjelbër. Tani, a e bën dot
bota jon këtë dhe një shtet si Shqipëria këtë, kam dyshimet e mia. Kjo është një ëndër shumë e bukur, por problemi është se vendi jon nuk i ka mundësitë për ta paguar këtë ëndër. Apo jo, faleminderit. Atëherë falenderoj para folsin për argumentin e tim, më duhet të theksoj se zbatimi i agjendës së gjelbër krijon punë të reja dhe shumë vende pune të përhapura gjeografikisht, duke ulur rrezikun e papunësisë në Shqipëri. Gjithashtu sektor të gjelbër si izolimi apo energjitë e rinovueshme krijojnë vende pune dhe rikualifikime të personave të ndryshëm. Mund të përmendim disa statistika të International Renewable Energy Agency, që tregon që në vitin 2023 kishim rreth 13.7 milion vende pune të siguruara vetëm nga sektori i energjisë së rinovueshme. Prandaj ne kemi punësim sot dhe stabilitet nesër. Prandaj zbatimi i agjendës së gjelbër është shumë i rëndësishëm, sidomos për një vend të vogël si Shqipëria që është akoma në zhvillim dhe faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Eliza Matushi dhe përfaqësoj anën kundërt të gjimnazit Petronini Luarasi në këtë debat. I kam dëgjuar me shumë vëmendje argumentat tuaja, ato çfarë ju na parashtruat edhe pse bini shpeshherë në përsëritje me njëri tjetrin, dhe gjithashtu vura re se ju e paraqisni këtë temë si një garë me kohën, ku në të vërtetë është një provë kapaciteti në lidhje me Shqipërinë, por jo vetëm të gjitha vendet të cilat zgjedhin ta zbatojnë agjendën e gjelbër. Ajo çfarë është e rëndësishme tek e fundit nuk është sa shpejt realizohet një ndryshim, përkundrazi është sa efikas dhe sa mirë funksionon ai ndryshim dhe sa të aftë jemi ne për ta përballuar atë ndryshim. Gjithashtu dua të sjell në vëmendjen tuaj një statistikë ose më saktë një shembull konkret duke u bazuar tek të dhënat e Agjencisë Kombëtare të Energjisë së Rinovueshme, e cila vendos në vëmendje ose na sjellën në vëmendje pikërisht faktin se kosto e energjisë rritet çdo vit, por ama infrastruktura është inekzistente. Me rritjen e kësaj kostoje, rriten të gjitha çmimet e energjisë së rinovueshme dhe rritet pikërisht edhe varfëria. Pra ajo çfarë unë dua të vë në vëmendjen tuaj ose çfarë ekipi jon do të vendosë në vëmendjen e të gjithëve këtu, është pikërisht fakti se ndryshimi nuk duhet të jetë i shpejt. Ai duhet të jetë efikas dhe duhet bazohet në një strategji të mirëmenduar zhvillimi. Ju faleminderit. Atëherë, unë jam Katerina Skupra, falenderoj para forcën, sigurisht argumenti jonë vlen, por do të më duhet ta kundërshtoj me një argument më logjik. Ky plan i domosdoshëm kërkon një zbatueshmëri të menjëhershme sepse ndikon në rritjen e sigurisë energjetike duke reduktuar varësinë ndaj importit të karburanteve fosile dhe na mbron neve kundrejt çmimeve të lëkundura dhe të paqëndrueshme të tregut global. Kjo tregon që ndikon më së miri në zhvillimin e një stabiliteti ekonomik dhe të një sigurie energjetike. Tranzicioni tashmë është në fazat e tij të zhvillimit. Sipas të dhënave zyrtare të think tankut Ember në vitin 2025, 30% e energjisë totale në Bashkimin Evropian u prodhua nga burime alternative të energjisë siç janë era dhe dielli. Dhe gjithashtu ky është rasti i parë ku kjo energji kalonte energjinë e prodhuar nga karburantet fosile që përfaqësoi me 29% dhe në total burimet alternative përbënin 48% të miksit energjetik. Gjithashtu duke shtuar masat e eficiencës energjetike si izolimin e ndërtesave, gjithashtu përdorimin e pajisjeve më efikase teknologjikisht, neve është një metodik nëpërmjet cilës ne mund të ndërtojmë një ekonomi të qëndrueshme dhe një siguri energjetike për periudha afatgjata. Ky raport mbështetet gjithashtu dhe nga raportet e ndërtuara nga organizata IPCC. Përshëndetje, unë quhem Dardan Spahia dhe sot do të përmbyll anën kundërt këtij debati. Ironikisht, nga ekipi pro është braktisur një prarim që është ngritur për herë të parë nga vetë lëvizja e mjedisit, se kur një veprim rrezikon të shkaktojë dëm, duhet të paraprihet nga një kujdes gjigant. Po ku është ky kujdes kur rrezikohen miliona punë në minjera dhe në industritë e qymyrit, ku familje të tëra mund të rrinë pa stabilitet ekonomik, përmendet ndryshimet klimaterike të paparashikueshme. Por për një vend si Shqipëria, forca ekonomike për të bërë një ndryshim të madhshëm nuk është ekzistuese. Si mund të realizohet kjo agjendë, kur vende më të zhvilluara se ne, si Polonia, kanë dështuar, kur ajo do të hapte rrugë për një krizë ndoshta edhe më të madhe, politike, shoqërore dhe ekonomike. Nuk mund të realizohet. Pra, le të jemi mjaft të guximshëm, të jemi të mençur, jo thjesht të shpejtë, sepse planeti ynë edhe populli që është në të meriton më shumë se një vendim të nxituar. Faleminderit. Mos ju ndjet. Mirë. Shumë mirë. Mirë, faleminderit për debatin. Është momenti që të ndryshojmë tani formatin sepse do të kemi një përballje midis Sarës Mehë dhe Franklit.
pa lë. Për se i takon një prej temave që kemi këtu, që nuk janë pjesë e paketave kërkimore, por janë tema spontane, cilat do të trajtohen këtu midis jush, por pasi të zbulojmë edhe qëndrimet që do të mbani. Aldi? Po. Angazhimi i të rinjve në politik, bërjen lokale është i domosdoshëm. Pra, angazhimi i të rinjve në politik, bërjen lokale është i domosdoshëm. Atëherë, e përsërisim me njëherë temën, në mënyrë që edhe ju ta shkruani, që ta keni sa më të lehtë për të përgatitur. Angazhimi i të rinjve në politik bërjen lokale është i domosdoshëm. E qartë? Okej. Ndajmë tani dhe qëndrimin, Frenki. Pro do jetë Frenki, kundër do jetë Sara. 7 minuta kohë.
Mirë, jemi gati të fillojmë me debatin e liderit. Mikrofonin e keni aty? Po. Ai ka Sara, po. Okej. Po. Do e filloj Frenki dhe pastaj do të pasohet nga Sara. 4 ndërhyrje do të keni në këtë debat. Sigurohuni që ndoshta shoku që keni afër t'ju bëj me dje që është ndërhyrja e fundit dhe ajo do jetë më decisive dhe më përmbledhse për sa i takon debatit. Edhe jepni më të mirën, suksese. Atëherë përshëndetje, jam Frenki Ismaili, lideri i ekipit të shkollës Petroni Luarasi dhe këtu sot jemi në një kampionat kombëtar debati Redebate, ku po diskutojmë tema që të gjitha kanë të bëjnë me politikat. Tema që sapo diskutojmë është një politikë mjedisore. Çfarë fitojmë nga kjo? Ne fitojmë informim për politikbërjen në Shqipëri, atë lokale dhe atë në rang më të madh. A dim se është mirë kjo sidomos për vendin tonë, sepse 37.5% e të rinjve, 35.7% e popullsisë në Shqipëri janë të rinj, pra mosha deri në 15 deri në 25 vjeç. Përfaqësimi i zërit të tyre në politikbërje është ajo çfarë na duhet, sepse kjo numër kaq i lartë i popullsisë duhet të ketë zërin e tyre të dhënë në politikbërjen lokale. Po ashtu, një argument kundër për këtë është se truri i njeriu nuk pjekurohet deri në 25 vjeç, por kjo është thjesht një mit. Truri i njeriu vazhdon të pjekurohet gjatë gjithë kohës dhe nëse ne informojmë të rinjt me këtë gjë, sa më herët aq më mirë, sepse thjesht i bëjmë mirë atyre. Gjithashtu sa për politikbërjen lokale kam një eksperiencë timen ku kam qenë pjesë shoqatës European Youth Parliament, dhe pikërisht kjo shoqatë që bëhet si një simulim ka dalë legjislacioni i cili është miratuar në Parlamentin Evropian për këto tapat e shisheve që janë të kapura mirëtien, që besoj të gjithë tuna i kemi hasur dhe na kanë bezdisur. Por kjo është një gjë shumë e mirë për mjedisin, për cilin sa po flisim, dhe ka dalë pikërisht nga të rinjt. Po ashtu kemi dhe rezoluta të MUN, të cilat janë pranuar dhe në Model United Nations, pikërisht edhe pse kanë dalë nga të rinjt, sepse kanë qenë shumë të sakta. Të rinjt mund ta japin kontributin e tyre. Prandaj ne duhet t'japim një zë atyre. Po ashtu, po në Kombet e Bashkuara, një rezolutat më të famshme është ajo e Malalës, që ishte një vajzë vetëm 13 vjeçare, e cila kishte qenë një viktimë e një lufte, dhe doli dhe foli aty para gjithë këtyre burrave të mëdhenj. A dini pse? S'ka gjë se ishte e re. Ajo kishte zërin e saj të qartë se çfarë duhet të fliste. Po ashtu në shumë vende të botës, sidomos në Holland, për shembull, të rinj po angazhohen sa më shumë në politikë. Për shembull, kryeministri momentalisht i Hollandës është vetëm 37 vjeç, që është një moshë shumë e ulët. Përsi ai mori ai këtë eksperiencë? Sepse kishte qiri që merr me politikë. Përshëndetje, unë jam Sara Baka, lider e grupit të Muslimketës. Tema e debatit ishte angazhimi të rinjve në politikbërjen lokale, a është i domosdoshme apo jo. Unë qëndroj kundër këtij mendimi, për shkak se me sa ne kemi parë kohëve të fundit, edhe kur të rinjt kanë dashur të bëjnë politik, ata janë rrëzuar nga figurat e më përparshme. Dhe një nga arsyet kryesore të rrëzimit të këtyre figurave është mungesa e përvojës apo eksperiencës. Patjetër që Frenki kishte eksperiencë për sa e përmendi, dhe unë kam eksperiencë, jam pjesë e Parlamentit të Nxënësve të Shqipërisë, por shumë moshatar tanë, sidomos në vendin tonë, e kanë të mungesë eksperiencë. Gjithashtu nuk është vetëm mungesa e eksperiencës, është gjithashtu edhe mungesa e vullnetit. Ka njerëz që e kanë mundësinë për të bërë dhe sërish zgjedhin që të jenë pasiv. Por jo vetëm mungesa e informacionit për sa i përket politikave apo problematikave lokale, sepse në shkolla nuk ka një fushë të caktuar politike ku nxënësit e kanë hapësirën për të marrë me politikbërje. Gjithashtu, një arsye tjetër, unë mendoj se është një nga arsyet më kryesore, është sepse të rinjt që synojnë të bëjnë politikbërje paraqiten si revolucionar, por nuk kanë ide të reja, ata kthehen sërish te figurat e mëparshme. Pra, ata nuk kanë për synim të përmirësojnë vendin, por thjesht të përmbushin egon dhe të krijojnë atë ambicien për pushtet. Ti vërtet përmendë Hollandën, ama mungesa e vullnetit është e dukshme në vendin tonë, sepse në Holland nuk është njësoj si tek vendi jonë. Faleminderit. Të falenderoj shumë që dole pikërisht tek fakti se të rinjt nuk arrin ta shprehin zërin e tyre dhe rrëzohen nga kokat më të mëdha. Shqipëria, vendi jonë, momentalisht është një sistem demokratik. A di pse erdhi kjo në revolucionin të rinjve në datën 8 dhjetor të festë kombëtare dhe ishte para pak muajsh. Pikërisht të rinjt arritën që ta rrëzojnë pushtetin këtu në Shqipëri, në vendin tonë. A ishin këta të rinj pa vullnet? Jo. A kanë treguar gjatë viteve të rinj shqiptarë se janë pa vullnet? Jo. Sa u përmend edhe pjesën tjetër të Parlamentit të Nxënësve. Kemi edhe Desartin këtu që është te Parlamenti i Nxënësve dhe prej kësaj e kam ndjekur shumë Parlamentin e Nxënësve dhe mund të flasim për atë 13 vjeçaren Albasan që ishte shembull në mënyrën se si fliste. Në momentin që ajo doli e para, do dalin edhe të tjerë. Të rinjtë në Shqipëri kanë shumë talent dhe kanë shumë vullnet,
Thjesht nuk kanë qenë mundësitë e duhura dhe dita pas ditës po shtohen mundësitë. Pikërisht tema është përfshirja duhet të jetë domosdoshme. Ne do bëjmë domosdoshme në bazë të mundësive që jepet. Po ashtu diçka tjetër është dhe fakti se, siç e përmendëm më parë, ne jemi në një sistem demokratik. A di çfarë është një shtyllat e demokracisë? Gjithë përfshirja dhe transparenca. Ky numër kaq i madh i të rinjve në Shqipëri duhet të ketë gjithë përfshirje, pra të përfshihen edhe këta në politikë bërje dhe kenë transparencë se çfarë këta bëjnë dhe çfarë këta japin. Po ashtu të përfshish të rinjt në politikë bërje, si mos ato lokale, ndihmon dhe në formalizimin e ekonomisë. Pasi 64% e të rinjve që punojnë nën 18 vjeç ende nuk ka një formalizim të saktë për ligjen, si duhet punojnë, si duhet deklarohet paga e tyre etj. Vetë kanë vuajtur këtë gjë dhe kanë punuar në të zezë, në thonjë se le të themi. Kjo gjë do ndryshojë sa më shumë të rinj përfshish. Po ashtu diçka tjetër që sillin të rinj në politikë është kreativitet. Truri i ri, truri të rinjve ka më shumë kreativitet se atyre që janë në një moshë më të madhe. Dhe një vendi si Shqipëria apo çdo vendi tjetër në botë i duhet kreativitet dhe kjo gjë do ishte shumë e rëndësishme. Faleminderit. Patjetër që i duhet kreativitet, por ne e dham shembullin që sado që të mundohen të rinj, sërish ata nuk do të mund të bëjnë dot përpara. Ne kemi disa shembuj që nisen që në antikiteti me filozofë të ndryshëm, të cilët e kishin mundësinë për të bërë politikanë dhe të merreshin me politikë dhe sërish kanë zgjedhur që të mos merren, pikërisht për shkak të problematikave që krijon kjo politikë, të cilat ne dot nuk i kemi dot në dorë. Atëherë të falenderoj. Falenderoj që përmendë pak të filozofët dhe faktin që ata nuk janë marrë në politikë sepse merreshin me diçka tjetër. Demokracia ishte vendi, Greqia ishte vendi i cili pati para demokracinë që në antikitet. Pse? Sepse kishte filozofi dhe filozofia, si moza e të rinjve, ndihmon në politikë bërje pa mas. Po ashtu vjen dhe një shprehje shumë e bukur në antikiteti që flasin për filozofin mbret apo mbretin filozof. Te filozofia që përmendet sado që s'ka shumë lidhje me temën, po më duhet të kthej replik. Kemi edhe Marcus Aureliusin që ka qenë perandorisë romake dhe ka qenë më të mirë dhe koha e tij quhet Pax Romana, kështu nuk besoj se ka shumë lidhje kjo e filozofëve. Diçka tjetër që dua të thosha është se në SBA që u bën zgjedhjet para një viti për president, shumica e fushatave dhe politikave po shkonin drejt të rinjve. Di pse? Sepse të rinjt duhen përfshirë në politikë. Gjithë bota e thotë. Dhe Shqipëria, si një vend që aderon të bashkohet Bashkimit Evropian, duhet ta synojë këtë dhe duhet ta plotësojë këtë. Të rinjt janë e ardhmja, nëse ne përfshijmë dhe edukojmë të rinjt me politikë bërje tani, do kemi të ardhmë mjaft herë më të mirë se ajo që u bë më parë kur nuk përfshiheshin të rinjt. Është një formulë shumë e thjeshtë e treguar nga historia në gjithë botën. Ju faleminderit. Përderisa e përmenda pjesën e filozofëve, sa për të qenë më të qartë, e përmenda për faktin se ata e kishin mundësinë për të marrë dhe kishte disa problematika për të cilat ato nuk merreshin, të cilat edhe sot njerëzit apo të rinjt kryesisht nuk zgjedhin të merren me politikë për shkak të devijimeve që mund të lindin nga pikërisht nga kjo politikë. Adoleshentët dalin dhe flasin, ama a flasin ata për eksperiencat e tyre apo janë të udhëhequr ata nga të parët? Nëse ka ndodhur kjo, atëherë bërtitet që është zëri i të rinjve, ndërkohë që nuk është as pak zëri i të rinjve. Unë mendoj që të rinjt sot nuk sjellin më ide revolucionare. Ju po thoni se të rinjt që dalin sot a janë vërtet duke treguar zërin e tyre dhe atë çfarë ata ndjejnë, apo janë të mbështetur diku sipër. Ky nuk është një problem që ka lidhje me temën tonë. Tema jona është a duhet të jetë domosdoshëm përfshirja të rinjve në politikë bërje, mos atë lokale. Pastaj se çfarë ata thonë është diçka tjetër. Gjithashtu ju përmendëm parë dhe për mungesën e eksperiencës në politikë të rinjve. Kjo s'ka rëndësi sepse në një farë mënyrë politikë bërje bën çdo kush, çdo qytetar i çdo shteti që voton. A kanë gjithë eksperiencë? Jo. Sepse kjo do thotë jemi në demokraci. Po ashtu të rinjt janë të vetmit që kanë forcën, vrullin më të madh se ata më të vjetrit, sepse je në lule të rinisë, ke moshën më të mirë për të pasur sa më shumë energji. Përmenda edhe më parë shembullin e protestave që nuk do të bien përsëritje, por ajo është një tregues se çfarë mund të bëjë rinia në Shqipëri apo kudo, mund të hedhin regjime të tëra. Prandaj unë i qëndroj shumë fort se të rinjt duhet të kenë ndjekim shumë të madh në politikë bërjen. Po ashtu diçka tjetër që dua të thosha është dhe fakti se partitë më të mëdha në Shqipëri, po përmendim dy që është PS-ja dhe PD-ja, Partia Socialiste Demokratike, janë në çdo moment duke zgjeruar forumet e tyre rinore, që është Freshi dhe FRPD-ja. Pse ndodh kjo? Sepse e dinë që gjëja më e mirë që mund të bëhet një vendi është të përdorësh rinin për politikë. Dhe kjo është ajo gjë çfarë unë besoj fort. Faleminderit. Patjetër që argumentet e tua kanë pasur goxha vlerë, sepse kjo ishte edhe ndërhyrja ime e fundit, por unë nuk them se
të rinjt nuk duhet të përfshihen. Unë them se mungesa e informacionit që këta të rinj kanë, sepse mungesë informacioni për sa i përket politikës të gjithë kemi, atëherë nuk i promovon këta të rinj për sa i përket politik bërjes, sepse numri të rinjve në Shqipëri, edhe ata që ndoshta e kanë informacionin për sa i përket politikës, është në rënje për arsyen e vetme sepse këto politik bërje që po bëhen edhe nga të parët, po dhe nga të rinj që mundohen të bëjnë dhe nuk po u jepet mundësia për të bërë, janë duke emigruar jashtë. Kështu që unë nuk mendoj se është e gabuar që të rinjt të përfshihen në politik, por mendoj se duhet që të rinjt të informohen fillimisht, të kenë vullnet për të bërë pjesë e politikave dhe më pas të fillojnë politik bërjen e tyre. Mirë, faleminderit të dyve. Tani është momenti që juria të bëj vlerësimin, pa humbur shumë kohë, dhe pas pak do të zbulojmë edhe rezultatin për sa i takon pikëve që do të ngrumbëlloni.
për të marrë edhe rezultatin, pikët, sikur se thash në fillim nuk kemi të eliminuar, kemi thjesht një sistem pikëzimi, i cili do të na bëjë të kuptojmë mbasi të kemi mbaruar të gjithë debatet e fazës rajonale, se cilat do të jenë 16 skuadrat që kalojnë në fazën eliminatore e quajmë ndryshe ne. Arol? Faleminderit Niko. Ju përgëzoj të dyja skuadrat për gjithë përgatitjen që keni bërë dhe për performancën sot. Ishte një debat që kam përshtypjen e shijuam dhe reflektimet që ju bët, argumentimet, arsyetimet, domethënë ishin goxha të vlefshme dhe relevante. Në shënimet e mia kam bërë që marrëdhënia që skuadra pro në debatin e parë dha marrëdhënia e shkak, pasoj dhe se si konkretizohej kjo në fakte reale për jetën e njerëzit, ishte pak e mangët dhe doja që dëgjoja pak më shumë se si shkonte nga teoria, se si mund të lidhej më mirë me jetën praktike të individit. Përgëzoj respektin për kundërshtarin që keni treguar të dyja skuadrat. Vlerësoj vetbesimin dhe mënyrën se si e transmetuan mesazhin e tyre skuadra që ishte kundër në debatin e parë që Petronini. Dhe ndërkohë kam shënuar gjithashtu për pjesën e konkretizimit dhe kontekstualizimin me kontekstin shqiptar, do doja që të ishte pak më i qartë, edhe argumenta ndërmjet njëri tjetër të lidheshin më mirë, dhe ndërkohë e gjithë kjo pjesa e diversifikimit të argumentave në të dyja debatet doja që të ishte pak më e gjerë, që ta shihnin nga këndvështrime më të ndryshme, me perspektiva të tjera të gjithë argumentat dhe arsyetimet që bët. Faleminderit. Ja, të shohim se s'më shohin tërë. Atëherë, tani ju për fat mirë keni ardhur edhe të mësoni pak përveç se të debatoni. Edhe kjo është gjë shumë e mirë në fakt që keni ardhur edhe të mësoni. Shpresoj që të jeni me këtë qasje gjithmonë, pra deri në finalet e debatit. Niku, pra do ketë dhe finale debati, pra përveç, okay. Pra deri në finale ju do keni kohë dhe të ambientoni pak me grupin edhe të mësoni. Gjëja parë që kam unë si ish debatus, që është shumë kritike, që ju duhet ta zbatoni me një herë, është që duhet ishni dorë nga leximi i këtyre letrave që bëni. Pra hedhja në letër e mendimeve që ju keni, ju ndihmon ju që të strukturoni fjalimin që keni për të mbajtur. Në 2 minuta, për shembull në rastin tënd, se ty të mbaj mend specifikisht, ti humbe shumë kohë duke se shkoje vazhdimisht te letra. Pra nuk e pse shkon kaq shumë herë tek letra kur ti e ke shkruar, e ke konsultuar me grupin, nëse e ke konsultuar dhe je i qartë se çfarë do thuash. Pra, do i humbësh kohë trurit tënd për të formuar argumentin, duke u kthyer tek ajo letër. Ose duhet të rish pastaj dhe të lexosh letrën gjithkohon. Pra, vendos çfarë do bësh, por nuk besoj që është shumë tërheqëse të lexosh gjithkohon kur jeni debat. Kishit statistika, dhe kjo është gjë e mirë. Keni disa gabime në për argumentime. Pra një gabim që u ka bashkë me Xhetin ishte te ky debati i liderave që u përmend, pra që forumet politike rinore po zgjerohen, ndërkohë që në rastin e një force politike shumë të madhe ka humbur. Pra nuk është më forumi, nuk ekziston fare më forumi rinor. Kështu që ka marrë formë tjetër, ose po mbështetet nga struktura të tjera brenda njësisë, por nuk është se ka më atë potencë që ka pasur të paktën. Një gjë tjetër është që kur jepet një argument, sidomos nga pala pro që e hap debatin, pala kundër duhet përshtatet. Pra mos vazhdoni me një skenar të para përgatitur, nxjerrje informacioni gati të pa kuptim ndonjëherë, sepse nuk po ju puqet debati më. Ky është sikleti i këtij lloji debati, po kjo është aftësi. Pra nëse ju e shfrytëzoni këtë dhe ne si gjyqtar na shkon më mirë mbajtja e shënimit. Pra nëse ka një argument të thënë specifikisht për shpenzimet, për shembull ky argumenti i financave të agjendës Gjelbër u përmend gjatë gjithë kohës. Mjafton një palë kundërshtare
të japi kundër argumentin dhe vazhdoj me një argument tjetër. Ato paketat kërkimore që ju keni janë shumë detajuara. Jam shumë i sigurt për këtë pjesë. Edhe kanë shumë pyetje kyçe. Duhet t'i referojnë pyetje kyçe të paketës. Pra, ajo paketë është formzuar që ju t'ju japi shumë range për argumentim. Pra, jo të fokusoheni tani të kapeni me aspektin ekonomik të implementimit të agjendës, edhe humbi pjesa tjetër. Në debatin e liderave, ai që e hap debatin ka një detyrë shumë të rëndësishme dhe avantazh të jashtëzakonshëm, që vendos tonalitetin e debatit, si në sensin e përkufizimit të debatit, për çfarë po flasim, si tek aftësia që i lë kundërshtarit të kundërshtojë. Pra, për shkak se ke 4 ndërhyrje, teknikisht, strategjikisht ti e lë debatin pak ambig në fillim dhe do fillosh ta shtrëngosh argumentin tënd deri te ndërhyra 4. Nuk do të japi njeri, sidomos në debatin e liderit, nuk do të japi njeri penalitet se do përsërisësh argumentin tënd. Gjithmonë duke e përforcuar. Si e përforcon, jep një statistikë të ndërhyra fundit. Pra nuk ka çfarë thot më pala kundërshtare kur ti ke dhënë për shembull një statistikë tek ndërhyra fundit. Por ky lloj, sidomos kjo lloj teme, ishte shumë pro. Pra shumë e peshuar nga ana e pros dhe duhet e kishte bërë shumë vështirë Sarës që të ngritë kokë me këtë lloj teme, sepse politik bër, pra të rinjt përfshirë në politik bërje nuk ka çfarë diskutohet, vetëm në rast se Sara do bënte një ndërhyrje me terminologjinë politik bërje, vendimarrje ose pjesëmarrje. Pra, mund të ishte një gjë që ne mund ta konsiderojmë. Kështu që këto janë kritikat tona. Ju do i merrni parasysh vetë, edhe sigurisht me eksperiencë do të ndërtoni edhe pak të frymën grup, pra edhe për këtë dakord që duhet të ketë çik më tepër lidhje me grupin. Pra duhet komunikoni me njëri tjetrin, të përshtateni, ka situata specifike, duhet përshtateni pak, kështu që. Po shumë faleminderit për pjesëmarrjen dhe jeni shumë mirë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Mirë, edhe unë dy fjalë shkurt, se çunat i ezauron gjitha. Te debati i parë kjo ishte ajo që ekipet duhet konsolidojnë çik më shumë me njëri tjetrin, edhe mes shokëve të skuadrës duhet të ketë çik më shumë komunikim, edhe të ketë një koherencë të mendimit, pra nga folsi i parë deri tek i tetit të jetë përçu një lloj mesazhi dhe një lloj mbrojtje e qëndrimit tuaj. Prisja më shumë te debati i dytë, që është e vërteta, më duk debat që do kishte më shumë argumente, më shumë linjë logjike, megjithatë duhet përgëzoj ekipin e Muslimketës sepse mbas 2 vitesh vjen në edicion edhe bëri një përballje dinjitetshme gjatë debatit, se Petroni ka një farë eksperiencë me vitet edhe fakti që një pjesë e mirë janë për të disa të vit radhas do tregon që Muslimketa ja doli shumë mirë. Unë po kaloj tek pikët, sistemi është i pikëzimit, kështu që duhet presim tabelën derisa të përfundojnë gjitha debatet. Muslimketa 206 pikë dhe Petronini 227 pikë. Shumë orime. Një duar trokitje për dy skuadrat. Shumë faleminderit, uroj që ti merrni përbazë ato çfarë juria në këtë rast e këtij sesioni ju dha, sepse është shumë e rëndësishme të kuptojmë temën, por është shumë e rëndësishme edhe puna që ne bëjmë me temën. Nuk duhet merrni të mirëqenë atë çfarë ju është dhënë në formë pakete, por duhet shkoni më tutje asaj çfarë ju ofrohet. Edhe kjo është ka rëndësinë e vet edhe peshën e vet. Aldi ishte shumë i bindur sepse ka kontribuar në temat që neve kemi këtë vit për t'i riformatuar apo përmirësuar apo edhe për t'i përditësuar. Prandaj ishte edhe më shumë kritik, kështu që faleminderit për këshillat. Faleminderit dy skuadrave, shihemi.